Po a shka në Kosovë të bo kush po qeveris ma keq. Kur I thojmë qeveris zotit Kurti tash, edhe në detyri pësë është, ke dështu në autostradën e Gjilanit, ata fillojnë me thonën që se ka boj, se ka bo kë. Mërkin regullor, përshka se kanë bo, ata kanë hu, po tipse se ki bo. A është e korruptuar me qeveria Kurti? Ka problem serios me korupcion. Nuk është vetëm për perceptim, është problem serios I qeverisit. Ka garantu, kjo është ajo që zoti Kurti ka garantu. Kështu janë nisin deputet e këtë partive, t'i dojnë do farë shifra, flasë për neve gazetare. Tani masanaj na I thujnë a baballaku, t'i kaltujnë a vjerës, na I kusherini, edhe tani ato pozionon. Unë besoj që duhet me pas, po nuk I kom pa. Unë mi pas po I kësha po vlerësimin e kësha thonë, sepse ato janë perceptimi I publikut. Po nuk është e vërteta. Në ato që ka njerëzit besojnë, edhe ju mundësojnë qytetarve edhe subjekteve politike mu përmisu. Po të nasë ndajët, sikur edhe qeverisja, shpesher, unë e kam besem, se tjele dikush I beson një organizatë, dikush organizatës tjetër. Po a di shka në Kosovë të bo kush po qeveris ma keq. Sepse na kur I thojmë qeveris zotit Kurti tash, edhe në detyri pësë është, ke dështu në autostradën e Gjilanit, ata fillojnë me thonën që se ka boj, se ka bo kë. Mërkin regullor, përshka se kanë bo, ata kanë hu, po tipse se ki bo. Ose thu, pse e këni vjedhë grunin, mildin, krypen e rezervave shtetënore, magje e popullet, jo kanë vjedhë dhe ata, po tash cili është justifikimi kësaj pune. A është e korruptuar me qeveria Kurti? Ka problem serios me korupcion. Nuk është vetëm për perceptim, është problem serios I qeverisit. Ka garantu, kjo është ajo që zoti Kurti ka garantu. Sloganin më të madh në atë kauz që e ka ndërtu ka qenë që Kosova nuk është e varfën, po është e vjedhën. Apo jo? Po. Tash pas qeverisës ti 6 vjeçare Kosova edhe e varfën edhe vjedhën. E dyta, po thotë të sukses, nuk jemi të partë, po jemi dytë madh varfën në Evropë. I funit. Po, dytë, dhe ma shteti dytë Jo, më I tash, varfën. atar ka thonë nuk është e varfën, po është e vjedhën. Tash, edhe e varfën, pe pranon edhe vjedhën. Tash do të me dhonë logari, përgjithësi është kja. Në funit do të me pas përgjithësi politike. Sa ma shumë ki besim qytetar, do të me u bo ma humble, do të me u bo ma kokullën, ma I respektushëm, do të me punu ma shumë. Zoti Azgiri, kanë qenë dy venimet cilat zoti Kurti ka fillu ti aprovoj njanshëm, cilat kanë aludu që ka fillu implementimi I marrëveshjes së Ohrit.